Me shtog ka ardhë, tash nuk e përdor shtogën dele dhe hinë vetë pa shtogë. Me shtog ka ardhë, tash pa shtogë. Pa shtogë. Dhe kanë thirrë prapë që kur të lëshuhet kjo tjetra aparat prej Bletës, me ardhë me i bo 15 se jënë do shumë të kënaqur. Je në kontakt me këta që vinë sa i përcjell pastaj ti vetë si bletare të kontaktojnë, tregojnë efektet që i kanë pas ose pas një kohë gjatë, vinë prapë. Tregojnë dhe vinë prapë, vinë dikën tjetër që ka e rekomandojnë. E rekomandojnë dikën tjetër, po që ka probleme diçka dhe i thonë që shka aty se aty na kem pas shërim dhe jena shumë të kënaqur. Në vitin e parë kena punu në Blet ishte, kum pas aparatin, gjatë verës kanë ardhë dhe kanë bë terapi, e pam që pion ndihmon shumë edhe e ndërtum këtë shtëpizën me dru. Dhe pranë vetës ju i keni edhe themi kushitet të tjera që i pam nga jashtë? Po. Këto kushitet me Blet. Apo na tregon zoj pak për funksionin e tyre, çish funksionon kjo apiterapia për shikuesin ndoshta që nuk e di. Po ju ndihmon shumë këtyne që janë me asëm, me bronhid, koll, në rrugë të frymëmarrjes e liran. Ju vetë keni pasur ndonjë problem të tillë që ndoshta edhe ka ndihmu, që e dini të sigurt që e largon çat problem? Jo, unë nuk e kum pas atë problem, po klientat që kanë ardhur me smundje të ndryshme. Kanë ardhur me bronhid, kanë ardhur me sinus që kanë probleme sinus, me koll, me alergji. Është themi një lloj antibiotiko. Antibiotik natyral. Të gjitha i ka krijuar vetë. Eredifja tregoi se si funksionon kjo lloj terapie. Ky aparat është për sezon dimnit, që bëjmë inhalim me produktet Bletës gjatë sezonit dimrit. Kurse ky tjetri është drejt për drejt i lidhur në koshiret Bletëve. Edhe pse ka dallim këto prej mujit prill, po, janë funksion këta aparatat prej koshiret Bletës. E këto të tjera që janë për muajin për gjatësinës të dimrit si funksionojnë këto? Janë ndryshe? Janë pak më ndryshe, se kjo ka ma shumë merr prej Bletës, se Bleta aty ka me dyll, me propolis, polen, qumsht Blete, krejt i ka mrena. Kjo ka pak më ndryshe, po edhe kjo funksionon shumë mirë dhe ka efekt shumë të mirë. Eredifja tregon se si arriti ta shëroj një grua e cila vuante nga një sëmundje respiratore. Kum pas një gru, i ka bë 10 seanca prej këtij aparati dhe ka pas sukses shumë. Në çka ka anku ajo gruaja? Çka ka pas problem? Ajo ka pas problem me frymëmarrje dhe uni e lodhnet shumë, koll dhe marramendje, thike. I ka shtu pak ndoshta edhe energji, përderisa ka largu. Kur i ka bë 10 seanca, koll më nuk ka pas, edhe konë me shumë energji. Me shtog ka ardhë, tash nuk e përdor shtogën dele dhe hinë vetë pa shtogë. Me shtog ka ardhë, tash pa shtogë. Pa shtogë. Dhe kanë thirrë prapë që kur të lëshuhet kjo tjetra aparat prej Bletës, me ardhë me i bo 15 se jënë do shumë të kënaqur. Je në kontakt me këta që vinë sa i përcjell pastaj ti vetë si bletare të kontaktojnë, tregojnë efektet që i kanë pas ose pas një kohë gjatë, vinë prapë. Tregojnë dhe vinë prapë, vinë dikën tjetër që ka e rekomandojnë. E rekomandojnë dikën tjetër, po që ka probleme diçka dhe i thonë që shka aty se aty na kem pas shërim dhe jena shumë të kënaqur. E që ke që edhe fëmijët vinë këto? Po, kum pas rast fëmijë, pe një vjeçare fëmijën unë i marrë ma të vogël jo, po edhe ata kanë pas sukses të mjaftueshëm. Që tu i kanë pru, i kanë vënu në gjumë dhe ja kanë bë terapinë. Ja kanë bë dhe terapia, janë do të kënaqur. Sa minuta zgjatë seanca? 30 minuta. 30 minuta, do më thonë zgjatë komplet seanca. Sa mendoni që
kjo lloj mjekësie është profitabile pastaj për shëndetin e njeriu në përgjithësi, duke marrë parasysh që ka edhe shumë barna esenciale ose themi pika, sprej për hundun, dikush vuan nga alergjia, po kjo sa i ndihmon ndoshta që Kjo ju ndihmon shumë edhe kjo është natyrale. Kjo është natyrale, dëm nuk të bë kur gjë, veç të mira ka pe saj.